Nga gjithë ditët e vitit, 8 marsi veçohet në mënyrën më të ndryshme, ku nga 365 ditë, që gjithashtu duhet të tregohet po i njëjti kujdes, nder dhe dashuri ndaj femrave, 8 marsi është një datë e posaçme, që fillimet i ka shumë kohë më parë, ku dal nga dal u zhvillua përgjatë viteve dhe qëllimi u arrit fal heroinave që guxuan të ngrejnë zërin në emër të gjitha femrave. Kjo luftë për të drejtat e femrave ka filluar shumë herët, por zhurmën më të madhe e bëri gjatë viteve 1900, ku më në fund shkoi një hap përpara dhe lëvizja mori vëmendje për shkak të protestave që ndodhen në New York në vitin 1908, ku shumë gra që punuan pa të drejta të barabarta kërkuan drejtësi në punën e tyre, si orar më të shkurtuar, pagesa më të larta dhe të drejtën e votës. Më vonë, në vitin 1910, u dërgua konferencë ndërkombëtare dhe Klara Zetkin propozoi ditën ndërkombëtare të grave. Por fillimisht, kjo ditë u festua në data të ndryshme, derisa më 8 mars të vitit 1917, gjatë luftës së parë botërore, gratë në Rusi gjithashtu dolën në protesta, dhe kjo datë mbeti simbol ndërkombëtar i grave. Në Shqipëri, i pari ishte Fan Stylianoli, i cili mbështeti arsimin për vajzat. Ai ishte pro barazimit dhe modernizimit dhe për krahu përfshirjen e grave në jetën shoqërore me të drejtë votimi. Lëvdat të madhe ka Rosa Luxemburg, që ishte një aktiviste politike e cila e mbështeti dhe i suportoi këtë të drejtat e grave. 8 marsi nuk është thjesht një fest, por është rezultat i një arritje ku shihet qartë mundi dhe sakrifica e femrës për femrën. Sot edhe pse bota është zhvilluar dhe vazhdon që të zhvillohet, për fat të keq gjitha gjëra nuk ndryshojnë kurrë, sepse pas gjithë kësaj, anë mban botës ekzistojnë akoma vende ku gratë nuk i kanë të drejtat e merituara, nuk ka barazi, por diskriminim për shkak të gjinisë, nuk marrin respekt dhe nder për urrëtie, nuk kanë zë dhe fuqi, por vetëm shkelje dhe kjo gjë nuk duhet të lejohet kurrë. Çdo femër duhet të ketë të drejtën e një shkollimit, të shprehurit të mendimit, të votës, të vendit, të punës, pagesës dhe drejtësisë në përgjithësi. 8 marsi gjithashtu njihet si dita e nënës, dhe kjo nuk është diçka e keqe, por unë thjesht mendoj edhe çdo ditë tjetër është ditë e nënës, po sa është edhe kjo, sepse ne duhet çdo ditë që përkushtohemi dhe që ofrojmë dashuri nënave tona, dhe në vend të urimit që apim të paktën një puthje dhe një fjalë të ëmbël. Si përfundim, ju urojmë 8 marsin të gjitha grave dhe i gëzofshim të drejtat tona për gjithmonë.